Strategjia e drejtësisë 2024-30, raporti i shkurtit, nuk e përmend fare. Raporti i maj, 21 maj, kërkon të konsolidojë zbatimin e reformave nëpërmjet strategjisë së rishikuar të drejtësisë 2024-30. Është shtuar pra. Dhe në këtë mënyrë, dokumenti specifik strategjik bëhet referencë kushtëzimi për monitorim. Ja pra, se çfarë i fshehin mediat e qeverisë qytetarëve shqiptarë, çfarë ju shprehin. Tani është, se jemi prap të kapitullit të drejtësisë, SPAK dhe sulmet politike të nivelit lartë. Raporti i shkurtit nxit Shqipërinë të adresojë efektivisht por pjekët e zyrtarëve apo politikanëve për ushtrim ndikimi të padrejtë. Pra, edhe në shkurt, është paraqitur se raporti i shkurtit është paraqitur nga komisioni në Koela. Koela është grupi i punës i ngritur nga përfaqësues, diplomat dhe ekspert të 27 vendeve anëtare dhe që varet nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian, jo nga Komisioni Evropian. Por, kjo është një praktik e vendosur vitet e fundit për vlerësimin e ecurisë së procesit integrimit të vendeve që aspirojnë integrimin në Bashkimin Evropian.